Ali Berisha do të kandidoj kundër vetes. Kjo është pak a shumë ajo çfarë doli nga një proces, le të themi, i nisur nga Partia Demokratike për zgjedhjen e kryetarit të saj, ku shumë kandidat nuk u pranuan dhe disa u përjashtuan dhe i vetmi që kandidon për kreun e Partisë Demokratike është pikërisht kryetari aktual, zoti Berisha. Për të folur mbi këtë proces dhe sa i shëndetshëm është që partia opozitare që pretendon të vijë në pushtet, le të themi, të ketë vetëm një kandidat për kreun e kësaj partie dhe të përjashtoj kandidatët e tjerë, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin e njohur, zotin Fatmir Merkoçi. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit dhe ju. Zoti Merkoçi, çfarë lloj zgjedhjesh janë këto? Zgjedhje. S'është problemi se çfarë lloj zgjedhjesh janë, nëse ju kujtohet para disa muajsh kemi diskutuar një herë për zgjedhjet në Partitë Demokratike dhe kam thënë që gjeni një rrugë ku të jetë vetëm zgjedhja e Berishës, po të bëhet me një antar një vot, po të gjetë një mënyrë tjetër për ta zgjedhur kryetar, pasi nuk ka asnjë lloj vlere dhe asnjë lloj mundësie për të pasur rival brenda Partisë Demokratike. Kjo për shumë arsye. Një nga arsyet kryesore është sepse të gjithë deputetët janë si pasojë e zgjedhjes Berishës. Pra të gjithë janë varur nga Berisha, sepse është Berisha që i ka vendosur ata, qoftë kryesinë e partisë dhe Këshillin Kombëtar. Ajo vota delegume që unë kam deklaruar me kohë, qymë për marrë dhe pare që këtu është thjesht me votë delegume, vërtetuar katërcipërisht që aty nuk kam asnjë lloj alternative përveç se Berishës. Dhe një nga faktorët kryesor në atë parti është sepse aty brenda partisë nuk ka fraksione. Mos funksionimi i fraksioneve sjell në këtë lloj gjendje që jemi, sepse edhe ata që kandidojnë apo pretendojnë që të kandidojnë janë po pjesë e atij grupimi, nuk është se kanë mendim ndryshe. Nëse do t'i shohim të gjithë këto kandidatët që pretenduan për të kandiduar në Partitë Demokratike, nuk dhanë asnjë lloj alternative, nuk kishin asnjë kauzë dhe nuk kishin asnjë lloj opsioni politik. Flasim gjithmonë për opsion politik, sepse profesional mund të jenë të nderuar në profesionin e tyre, flasim gjithmonë për politikë. Drejtoshin parti politike, gjëja e parë është duhet të jesh politikan, duhet të dish ç'është politika dhe si ndërtohet ajo. Dhe mungesa e këtyre fraksioneve ka bërë të mundur që në ato parti mos të jetë një parti e hapur, pavarësisht nga propaganda që bëhet, dhe mos lejohet askush tjetër i cili mendon ndryshe apo hedh alternativa ndryshe që të jetë pjesë e kësaj strukture. Të vjen keq kur dëgjon që të kandidosh për antar partie, për kryetar partie, duhet të jesh ke struktura, të lagja, domethënë e uli nivelin aq shumë sa e ndjen veten domethënë të fyer nga intelekti, e ndjen veten të fyer, sepse një politikan nuk është se duhet të jetë pjesë e strukturës së lagjes, që shkojnë në mbledhjet e lagjes, që të jetë kandidat për apo të hedhi opsionin për të kandiduar përballë kryetarëve të tjerë apo qoftë edhe Berishës. Kjo si duket erdhi vit pas viti dhe është si puna e lumit që kur i pret burimin, pastaj fillon shtarron edhe thahet. Zoti Merkoçi, po këtë përplasjen me zotin Berisha dhe zoti Saliani mes tyre, kush mendoni se ka të drejtë, pasi Berisha ka hedhur akuza mjaft të forta ndaj zotit Saliani, duke deklaruar që kur ishte në burg drekonte me Plum Gjokën ose me Oltion Bistrin, e ndërkohë kur doli jashtë sa shkonte pushonte në vilat e Ergy Sagasit. Mendoni që një gjë e tillë mund ta ketë bërë Ervin Saliani dhe pse këto akuza ndërmjet tyre? Pra mendoni që diçka nuk shkon, ka informacione të sigurta, apo do që të justifikoj edhe përjashtimin e Salianit nga gara? Kur mungon alternativa, kur mungon kauza, kur mungon politika, se këta nuk janë politikanë.
Atëherë fillojnë edhe e ulin zhargonin e tyre tek akuzat e ndërsjellta dhe kundër ndërsjellta. Saliani e pati mundësinë për të shpalosur alternativën apo për të ngritur kauza gjatë takimeve që bëri, gjë që nuk e bëri në asnjë moment. Dhe ajo që është kryesorja është sepse Saliani u ofruar në kryesinë e Partisë Demokratike me vullnetin dhe dëshirën e Berishës. Pra, ishte antar i kryesisë së Partisë Demokratike, po pa votë. Vetëm emërimi ishte i Sali Berishës. Kërkoi Sali Berisha ta afronte, ta koptonte në kryesi dhe ai u vendos në kryesi. Berisha caktoi që ta largoj dhe e largoi. Dhe nuk është se ka ndonjë përplasje të madhe, po kjo tregon atë pjesën që këta nuk merren me thelbin, që është politika, por merren me çështje anësore, sepse ky është ushqim shumë më i mirë për vetë antarësinë e Partisë Demokratike, duke hedhur këtë lloj ushqimi është më i ngrënshëm për antarësinë e Partisë Demokratike. Sesa të merren me pikpamjet e tyre apo me thelbin që çfarë është dhe çfarë mungon në atë parti. Supozojmë dje dëgjova Luan Baçin ku deklaronte atë që bashkë kemi diskutuar pas humbjeve të 11 majit, ku unë deklarova që lëvizja e parë për të treguar që partia lëviz dhe mban përgjegjësi ishte largimi i 12 deleguar politik në qarqe për zgjedhjet, për humbjen e zgjedhjeve, dhe që deputetët nuk duhet të kenë mandat, themi, në parti, pra mos të jenë pjesë e strukturave të partisë. Kjo për një vit rresht nuk foli askush, nuk bëri askush, çuditërisht mbrëmje dëgjova Luan Baçin që ishte me këtë lloj teze, por gjithsesi këta kanë një të keqe të madhe sepse i vjedhin tezat apo i marrin, i lexojnë, i bëjnë dhe pastaj vjen një moment që i hedhin, por nuk dinë se si funksionon dhe se si bëhet. Nëse kam kërkuar fraksionet brenda Partisë Demokratike, ka qenë pikërisht sepse nuk do të them tashmë që e parashikoja këtë lloj situate sot, por do vinte një ditë që do ngelte, do krijoj ky ngërç, sepse askush nga ata, thash edhe një herë që askush nga ata nuk guxon të dali përballë Berishës, ose do dali i emëruar. Pra, një njeri i emëruar nuk mund të bëj garë, nuk mund të japë absolutisht asgjë. Dhe Saliani kishte këtë mundësi, sepse doli, e kishte këtë mundësi, po duhet Saliani të mungoj, gjë e parë që mungoj paneli, është se s'kishte paneli. Gjë e dytë ishte që nuk kishte as kauza, as alternativë, nuk është alternativë që unë do bashkoj demokratët, si nuk e duke i mbledh në rrugë, edhe po i kap një nga një po i fut me i sallë. Nuk është ky bashkim, e kupton. Dhe ajo që është më e keqja tek mentaliteti që është ngulur, është mentaliteti të rive. Unë kam thënë që brezi 30 vjeçar është ai brezi që ka shkatruar Shqipërinë dhe do ta shkatërrojë Shqipërinë totalisht, sepse të merresh me politikën është shumë e vështirë. Gjëja e parë që duhet të ndërtosh staturën tënde, duhet të kesh dhënë dhe të kesh ngritur kauza dhe alternativa, po duhet të kesh dhënë edhe rrugë zgjidhje se si bëhet. Dhe pastaj të garosh për pjesën tjetër. Nëse do shohin të gjithë kandidatët nuk janë të njohur, nuk janë të bërë. Dhe aq më tepër pastaj që Berisha sulmon me atë pjesën që ti ke qenë tek janari dhe fillon pastaj jep këto divergjencat e tjera, kur në të njëjtën kohë kur dhe pjesa tjetër e deputetëve janë po 8 janari që Berisha i mori, i vendosi në kryesi, vendosi si deputet dhe askush nuk foli. Sepse këta ishin njerëz të cilët ishin kundër Berishës, radh parë, nuk kanë lënë gjë pa thënë nëpër media, ishin kundër demokratëve dhe erdhën tek demokratët. Ajo që kam thënë, në momentin që Berisha e sjell të gjithë demokratët e pranojnë, në momentin që e largon prapë demokratët e pranojnë. Kjo është skema 35 vjeçare e Partisë Demokratike. Por është hera parë që të bëhen zgjedhjet në Partinë Demokratike dhe të mos ketë një kandidat. Rikujtoj kur Gens Pollo kërkoi të kandidonte, 2 ditë e fundit, 3 ditë e fundit, diçka e tillë, Gens Pollo u largua nga kandidimi dhe
minimalisht paktën u gjet një njeri që ose doli dikush që kishte një staturë si Uran Butka. Pra e kishte një staturë, kishte një njohje, kishte një gjë tjetër. Po tash i dalin njerëz që nuk kanë asnjë lloj backgroundi, nuk kanë asnjë lloj lidhje. Pra dhe atëherë nuk u la Berisha i vetëm. Ndërsa sot shoh që Berisha është vetëm dhe për mua është, nuk besoj, nuk e di pse duhet bëhen zgjedhje, domethënë nëse është i vetmi kandidat, s'ka pse të bëhen zgjedhje, mos i nxjerrin njerëzit kot.